Përshëndetje. Isha përgatit fakt me bo këtë bisedë sot me u knaq qetë, por a mundet njeriu për me bo bisedë qetë me këto dy personazhe që ne kemi sot në podcastin e radhës? Njoni personazh është që mu më ka zbërthy një 2-3 herë, më ka bo me dal nga vetja në emisionet televizive, dhe personazhi tjetër është Syçi që për zotin Gurnzefet nuk le njeri pa fol. Inshallah, sot po bëjmë një bisedë të qetë, një bisedë njerëzore, sepse na ka ardhur shkëlqësia e tij, kryetari i gazetarëve shqiptar që unë i duaj shumë dhe flas non stop për dashni për gazetarët, vet Ylli. Mirë se ka ardhur. Faleminderit, po ti me këtë që the për mua tani, sikur ta ke dëgjuar Bajrami, presidenti, mua mos më ras në një dekorat dhe ha 2 fish. Përveç emisionit këtu, ha dhe një dekorat. E ka marrë Niko, ka marrë dekorat të rëndësishme. Po. Nga kush e mori Niko? E mori nga Niko e im. Nikolesi. Niko ka marrë dhe një tjetër si gazetar, nuk e di. Po Ilir Meta i ndante këto, i bënte këto, që është shumë bukur. Ylli. I bënte Bajrami nuk ka bërë akoma. Po të dojë këto që ti për mua, hengra. Ylli. Hengra dekoratën dhe... Për ty, se unë timen e kam këthuj mrapsh. Për ty, mendon se ka në i vlerë të dekorata? Po ore mund të hash. Se këtë botë edhe ha, përveç që... Dhe më të në ha një dekorat. Unë kam thonë, mojnë e rumë i pa dekorum, se i dekorum. Pra, kjo është shumë rëndësishme. Sa ne dhe ti mund të hash. Shpëtove po mbete i pa dekoruar, dhe në fund të... Po. Jo, këtë e dekoruar në kjo e këtë e mrapsh. Jo, në keva mrapsh. Po i mashë, të rëshmë pas dekorat. Kushtë atë aty? Bamiri? Bamiri. Për këshëm bëjt, ishte në një send me vera, jo? Ma jo, dekorata artë e Shqiponjës, me një yll e bukur ishte kështu si të ka po. E lyer si me bërë bukur. Tashi... Jo, unë falendej shumë, inshallah, Bajrami nuk e ka dëgjuar këtë që ti, dhe unë jam në rregull. Po Bajrami u bë haxhi veç, kjo u bë sigur. Shkoj atje. Presidenti haxhi, që nuk ka, domethënë, për një pasqyrë e bukur për Europë. Jo, Bajramin mos ma luani. Po dhe me aq kompetencë sa i kanë ky me një kompetencë vetë, kompetencë të parezikme se ky si ka lënë si kompetencë i gjati. Kë mori titullin e tij. Krijon kompetenca vetë. Falet atje, krijon kompetencë të rëndësishme. Po mirë më dha si kryetari i gjithë gazetarëve që je i shoqatës gazetarëve, edhe i këtyne portaleve që janë bo si kioskat, sa herë kalon rrugës, shikon këta gazetarët që gjimojnë, si kena paston dikur gjimon lajmin. E kupton ti, unë kom përshtypje që lajmi i gjimon këta që përfaqësojnë. Kjo është një pyetje e vështirë, Luca. Kemi 2 momente që besoj janë të sipas meje gjithmonë, se mund të gabojë njeriu. Besoj janë të rëndësishme. Bota është në një ekspansion të madh. Media klasike, sa vjen dhe po zhvlerësohet, dhe media online po merr për masa të mëdha. Tani, sa i përgjigjesh ti kësaj kërkese që ka gjithë bota, kjo është një problem e vështirë. Sa i përgatitur ky popull që të mbaj ne të parët dhe popullata që të mbaj këtë presion dhe këtë hapje, është problem. Por unë do të them ty një gjë për ta thjeshtëzuar. Shiko, nuk është faji portaleve që krijohen, sepse ato krijojnë shoqërinë ku ne jemi. Një pjesë me hargje dorë për të rëmbyer, për të shfatur, për të pjesa tjetër. Por po ta shikosh Luc, ka një problem më të rëndësishëm se kaq. Ne jemi një shoqëri me problematike. Për shembull, po ta hapësh tani sajtet britanik, ose të vendeve tjera të zhvilluara, shumë të zhvilluara, po dhe të vendeve më pak, shumë më pak të zhvilluara, nuk gjen këtë lukuni sherrësh poshtë, ku grinden dhe përtasin dhe fyejnë dhe shajnë njëri tjetrin. Ja. Në Britani, për shembull, ai shikon problematikën që ka podcasti, apo në rrjetet që paraqitet në rrjetet sociale, në portale apo kështu, dhe flet rreth saj. Bën komente rreth saj, rreth temës. Jo rreth individit për të vrarë individin, për të vrarë njeriu. Po ne këta jemi dhe duhet të pranojmë
Ballë lart këtë gjë. Ne jemi kjo shoqëri. Ky produkt që këta krijojnë është një produkt që i hedhin treg. Tashti, kush e shklym këtë produkt? Sepse në rast se këta njerëz nuk do të kenë klikime nga rrenat dhe nga poshtërsinat që krijojnë gjithë ditën. Po ata marrin gjithë qëllimi është të marrin vjuse dhe ata marrin vjuse. Tashti këtë gjithë të ushqim, këtë kafshëri, këtë helm që ato hedhin. Ata ushqejnë gjithë lumbenin e Shqipërisë. Dhe normalisht helmojnë masat. Po sigurisht. Dhe i çojnë drejtin paditur. Po kjo jemi. Atëre, a duhet kjo disiplinohet me ligj, se unë mendoj që Anglia ka disiplinuar me ligj. Ne kemi bërë disa propozime ka disa vjet, shoqata atë, se tani nuk po para funksionon se ti sekretari gazetarësh. Nuk funksionojnë me shoqata. Ka ndonjë që funksionon me ndonjë tender ndonjë. Po ta vesh re, gazetarët i mbledhen për mbledhje, që do të vetë para shumë. Janë njerëz krejt pa njohur, që ndajnë disa fonde për një projekt e gjitha, dhe nuk ka njerëz që kanë median. Mi shpinë njerëz të rëndësishëm të medias, nuk janë në këto projekte, në këto mbledhje, ke mbledhje të mëdha, me fytyra shumë interesante. Që shfaqin aty, që si kemi para asnjëherë. Në media jo, por nuk i kemi para asnjëherë kështu. Dhe të gjithë këta, domethënë kjo është një përpjekje, si thua, që e shaqërzon shumë situatën. Dhe ne kemi bërë disa propozime, si shtash unë ty, ka qenë Fuga atyre. Endri Fuga, i cili kishte një vizion shumë të gjerë. Djalimenshëm. Shumë djalimenshëm. Nuk ju konvenoj atyre, se, shiko, ti mund të marrësh tani dhe të merri një dru dhe i bie gjerë klosur. Merri një dru, i bie yllë rakipit, i bie syçit. Po tani, së pari ti duhet të tregosh, ore kush je ti që merr këtë dru? Ke një emër dhe mbiemër. Dhe këtë duhet të përgjigjet ligji. Domethënë, ky sistem është një raport midis lirisë dhe ligjit. Një sekondë, ta mbaroj. Është një raport mes lirisë dhe ligjit. Nëse çalon njëra ligji, atëherë nuk është raporti, se unë të vras ty. Atëherë shkel të drejtat e tua. Po. Dhe nuk funksionon. Duket qeverisht nuk i shkuan për shtat kjo gjë. Kjo krizë është dhe në botë. Jo në këtë shkallë, si kene. Sepse njeriu është ndryshe. Pikërisht e lidhet me atë që njeriu të bie me top tani ty pas. Pikërisht se është ajo që thot Luca, që këto hudhin ushqimin, për shqy, por është edhe kultura jonë popullore që ne kënaqemi pastaj edhe turremi se nuk e gjen në asnjë vend të botës. Nuk ja falim kujt suksesin, kjo është histori. Po më thjesht, nuk e gjen asnjë vend botës urrëtitjen që ka në Shqipëri me rrjetet sociale. Urrëti pa shkak. Tash ti është Luca, është syç, ose Siç do të dash diçka syç, lutem fal, mos ta devijojmë bisedën. Syç se do të bëjmë një pyetje pra. Dakor, po duhet të dajmë pa të ta themur se do të ishte dalë. Mirë pra mirë, në rregull, po duhet me datë diçka. Sepse unë për shembull në rrjetet sociale të mia unë kontrolloj profilet. Ka kalon njerëz me kontrollu profilet. Unë po të them 80%, 90% profileve janë falso janë. Jo, më janë disa këtyre partive që kanë interes. Sepse ti shikon ato që zihen poshtë, ato janë falso. Jo, megjithatë ka një gjë. Unë domethënë është çështje kulture. Bota e ka aq kulturë që diskuton se ti mund bim dakord, s'bim dakord edhe shami, po për temën. Por nuk futem unë djali yllit, çuni yllit, gruaja yllit. O bëja pyetje si e zgjidhim. Me libër si e zgjidhim se tash ti, a zgjidhet kjo me ligj dhe duhet vu një kufi kësaj. Një, e dyta, janë pikërisht këto që ushqejnë këtë, që vinë kërkojnë dhe gjoba. Dhe pjesa më e madhe on ka vetë portal. Pjesa më e madhe e portaleve janë gjoba. Asa ai të thotë janë gazetarë si njëherë kush për çaj njëherë. I njeh për në shkrim, i njeh për në gjë. Por ti ore duhet të identifikohesh. Po duhet të identifikohesh. Unë mund të polemizoj me ty, mua më ka ndodhur ndom në gjithë jetën, unë kam qenë gazetar gjithë jetën time, gjithë jetën. Por dhe ka një problem. Polemizojmë për përballë të del dikush. Ka një emër, një mbiemër, një fytyrë. Po. Tani ty të del njëri që s'është. Po prit me në anonim thaj. Pra jemi në një situatë të tillë. Shteti e bën këtë gjë. Ky shtet sipër se është raporti i lirisë me ligjin. Përderisa nuk synohet vetë i pëlqen. Jo më dhe shteti synohet, se e kanë synuar këtë
Më kanë botë sopë me fëmije, me grue, ndoshta e përmeni dhe tjetër. Nuk është etike fare. Nuk kemi këtu për këtë punë. Ndoshta i duhet edhe shtetit, i duhet kjo që të jetë kështu. Ta kapërzojmë këtë nivelin e port haleve. Sepse mu më shkëthy qik edhe knajsi kjo punë për të morë me ta, kam hapë dhe i konkurs, të më falësh se ashtu ti e gazetar, që gjithë VCV po jave emrin, aty dhe e kam myllat kapitull. Po ta ngrejmi qik nivelin një shkallë më të lartë, për shemë debatet e mbrëmjes. Ku unë me thonë drejten, jam ngacmu shumë nga ju, nuk kam keq kuptu, por me mënqurin tuj dhe me ngacmimin tuj, mu më ke boj që të flasë, që të tregoj momente që si kam tregu kur. Nuk i kam tregu kur. Po, ke treguar për shumë dhe intervjistat, ka treguar shumë interesante. Tashti, Yll, të lutem, unë du të bëj një pyetje. Parashtoj emisionin tuj, bëva ki dhe në emision tjetër, se s'du të jap emra. Ore këto emisionet e darkës, që këta dalin dhe nuk kanë vesh se të bësh një bashkë bisedim, duhet të flasësh, duhet kesh dhe vesh, të dëgjosh, të akumulosh, të asimilosh që a thot tjetëri, për të zjerë mendimin. Këta vetëm lefin si qenë dhe nuk një gjë një tjetërin dhe stonë asë gjë. Qarë janë këta? Që s'ngreni problem për ta çuar deri në fund për të bujë tikë presje. Në shumë emision krijohet një kakofoni që edhe nuk jenë gjendje ta ndjekësh emisionin. Unë kam një pengesë për të folur për këtë gjë. Për shkaqe etike. Po, normal, se i ke kolegë, normal. Ta që kënë kolegët e mi edhe. Normal. Por unë shpesh bëj një, sidomos në fund të emisionit, unë them popullatës, si që them unë, e pëtem qëllimisht atë, njerëzve. Vë pikën di. Na falni se sigurisht që edhe ju kemi bezdisur, dhe ju bezdisin shumë, se jemi bërë dhe shumë. Po edhe mund mos na dëgjoni, me gjithë të që themi. Ka një problem, Luc. Ne jemi një shoqëri që e duam këtë lloj dhe ndaj ajo mbillet kudo. Është si që mbinë fera, si që mbinë këto gjërat e egra. E do vetë shoqëria. Shikoj, njerë ishim në Poloni edhe po diskutonim ishte një gazet Njet. Ajo të sopëtonte njerëzit. Edhe shkoj dikush për të ankuar tani për gazetën, te autoriteti që kishte mundësinë të ndrynte. Por ata i dhanë një përgjigje shumë interesante. I thanë, shiko, ti e ke lexuar ti? Po e kam lexuar ta se jam shumë i shqetësuar. Po se e lexon? Është një, shiko, dëshira për t'i parë këto është njerëzit janë edhe për të parë këto lloj gjërash. Luc. Po kjo në rregull, po. Nuk do t'ja jetë njerëzve të gjithën, ha? Ne jemi fajtorët e parë. Ne, do fut dhe vetën sepse unë jam aty. Po mirë, a keni ju si gazetar, se gazetar është fjalë e madhe. Jo, nuk kemi. A keni, më fal. Çdo gjë që thuash nuk kemi. Po jo çdo gjë që thoni, por ka përshtypjen duhet keni edhe një qendrim të tretë ndaj vendit tuaj. Okej, një qendrim direkt me njerëzit për zgjidhje probleme. Kjo që bën ti. Po ka dhe një qendrim. Nuk ka. Ka shi jo, sepse pjesa dërmuese, shikoj, janë bërë shumë. Po ti numërosh emrat e mediave në Shqipëri, janë më shumë se në Shtetet e Bashkuara, që është kontinent. Edhe televizioneve. Shtetet e televizioneve. Pra media, po them. Unë Massachusetts është 7 milion, ka 3 media. Luc, janë bërë shumë, zoti Gjeq Luca, aq shumë, sa nuk e merr dot me mend. Numri që të i kalon të gjithë numrat në të gjitha vendet e botës, dhe vendet më dhënjë, dhe në kontinent. Atere, mirë po s'ka njerës që t'i bëjnë këta. Atere, çfarë bën? Pjesa dërmuese vishen gazetar. Si që vishen ushtar, më? Si që të thret në ushtëria i tyre. Të merë ushtar 2 vjetë. Këtu vishen gazetar. Ylle, ta se një gjë. Nuk ka uniformë. Po, quhet një. Po t'i bëj pyetje se mos deve ju nga logjika pyetje të bëj dia si qiner. Tashti me qenë se i e zaurum këto gjona që me thonë drejtën dijen, po duhet ndryshojnë. Edhe ne po kalojmë në një moment i qik që shumë delikat, sepse mu më shkuj në përrjet e Ylli që pse s'ke bajt një qëndrim për këtë që po ndonë në Vlorë. Dhe u emocionova në Zvërnec, u emocionova nga fjala e Edit që i foli aty për para njerëzve të vetë,
Dhe dola mbajta një qëndrim shumë shkurtër. Po vazhdojmë, shkruajmë, thonë Luc mbaj një qëndrim. Tash ti, meqense ti e burri menshëm, unë nuk më dalë mbaj qëndrim se çfarë nuk një gjoj. E kanë bo grekët, e kanë bo slavët, e kanë bo këta. Tash ti, njerëzit ka dalë në rrugë, unë njerëzit i shoh të rregull, jo mi bind që nuk i ka qitë Saliu ata njerëz në rrugë, kupton. Jo, se nuk është interesuar Saliu. Nuk e di fare, po nuk i ka qitë Saliu sepse duken kafkat që nxjerr Saliu në rrugë, kupton. Ka janë njerëz, janë qytetarë, janë njerëz përsmare. Tash ti. Kjo gjë që është amplifikuar kaq shumë. Ku është roli i mediave që janë tur, i shoh sa hap telefonin, liri, po janë tjetër. Ku ti kanë? Pse ky tullumbac? Ose ku është qëllimi për të fry ky tullumbac, se ti e burri mençëm? Është qëllimi për të largu investitorët e mëdhej nga Shqipëria që shqyr që erdhën? Është qëllimi për me disiplinu pronat që në këtë vend janë rumpall për 35 vjetëve? Çfarë i dhem ty në njerëzve që dalin? Sepse lexova një status të Kreshnikut sot, kupton? E botova dhe unë. Ai është djalë shumë i mençëm dhe kishte bë disa pyetje. Të njanshme, unë e botova se i botoj gjithmonë gjeti, e kishte të njanshme. Nese, jo, unë kam... Kreshnikov vetë pjesë e kësaj tallabaje, burrë si po çmëlasin, ka qenë drejtësi. Të kuptova shumë. Unë du përgjigjen. Është pyetje shumë e mirë. Është pyetje shumë e mirë. Ja si e mendoj unë këtë gjë. Gjithmonë me idenë që mundet mos... Po, mendimi im është ky, që do të djesh. E vërteta pastaj është, thot Karl Poperi, nuk është një. Ja. Kemi disa vërteta. Sidomos te ne që e vërteta është ajo që na pëlqen. Tani, po, ajo na pëlqen. Ajo që na pëlqen atë të vërtet morim ne. Po ta bëjmë unë dhe ti këtë dhe Syçi, nuk është një problem i madh, nuk dëmtohet vendi. Po të vërtetën e merr Edi Rama, ky tjetri Sali Berisha e këta, dhe e quajnë ata. Këtu është problemi i madh pastaj. Megjithatë ndalemi te problemi. Shiko, për flitet për investimin. Mund them ta kaloj me pak fjalë të. Mirë është që Shqipëria të ketë investime serioze që shkojnë në shifra të mëdha parash. Jemi okay këtu. Mirë është jetë edhe ky vendri i Trumpit, që nuk e thon, fshihet politika, futet si minjt. Jo, ma është ajo hapët është. E përmeni dhe djera. Po Rama jo, po tjetri nuk flet. Për shembull, po ti mos ishte vendri i Trumpit, opozita do kishte marrë një hut të madh Syçi dhe do vriste shi dite përpara. Po të mos ishte vendri i Trumpit. Opozita është inekzistente. Megjithatë, ky është investim. Vetëm duhet ligji. Çka bën ligji për këtë investim? Për shembull, në emisionin tim të fundit, unë kishte problematika, për shembull. Nuk kishte fizibilitet, nuk kishte projekt vërtet, nuk kishte, edhe Drama e pranoi vetë, gjitha këto. Megjithatë, këto janë probleme të zgjidhshme. Problemi me pronësinë, kush është pronare e tjera. Shumë njerëz që kanë rrëmbyer tokat në. Pra ka probleme të shumta. Ta lëm këtë pjesë, them unë, dhe le të ketë një zhvillim. Shteti ti vër lishtin kokë. Nuk mund ta lesh, mund ta lesh këtë pjesë. Jo, nuk mund ta lesh. Jo ta lëm, nuk do të ta lëm. Jo se jam di më shumë se ka. Jam 3 gjona, ylli jam 3 gjona. Po s'po më le të flas. Jo, të lutem ta mbaroj unë dhe ti vazhdoj. Po jo se haroj unë. Jo. Ta bëjmë çik bashkëbisedim. Po këtë mendim kam. Vetëm bashkëbisedim s'po bëjmë. Okej, ja 1 minutë. 1 minutë. Çiko sa e thjesht. Ta bëjmë thash bashkë. Ja 1 minutë. Çiko sa e thjesht. Po. Mund të ketë drejt qeveria 100%. Po lënë mos se venosim në atë punë. Unë di, o çka kërkojnë këta njerëz, o valla. Unë se kuptoj çka kërkojnë këta njerëz. Po dilë pra. Po më lër pra. Hajde, po të lej. Para disa vjetësh, kohësh në Serbi, Novi Sadi, një çati e madhe hapi një problem të rëndësishëm në Serbi. Nuk është ajo situatë. Prit, ta mbaroj unë më burr. Dakor. Ju thoni çfarë doni, është puna juaj. Se cili mendon, tham, mos ke mund të drejt fare, ma iq mua të drejt. Ti thua mendoj ti. Po unë kam mendimin tim që të ta them. Edhe më ka thirrë për këtë punë. Por e thu Novi Sadi për studentët, që filluan studentët. Po, filluan. Tash gjetën një shkak. E kuptoj, gjetën një shkak. Nuk ishte çatia. Një minutë. Të kuptoj pra. Edhe këtu, ndoshta nuk është investimi fare. Këta kanë gjetur një shkak tani. Dhe këtë pse e kanë gjetur të gjithë, duhet ta lexojë Edi Rama, i cili
është kryeministri i Republikës së Shqipërisë. Atëherë po të bëj pyetje. Ja, ta mbaroj. Po të bëj pyetje. Duhet ta Jo, po të bëj lexoj- pyetje. Por Ta do. lexoj Edi Rama atë. Po të bëj pyetje. Po. Unë Vetëm mos u fut grekët, aman. Jo, s'po të fus grekët, nuk Islamikët, merr me këtë punë për turqit e grekët. këta. Në Greqi, Aman. yll në Greqi un kam mësuar se ç'është demokracia ju. Dakor. Unë kom ik Po, në Greqi kur që nga përzoni që Sali nga Berisha, që nga unë kur më përzoni Sali Berisha, unë ika në Greqi. Dhe jam fut markat Selanikut dhe jam bo member dhe 10 vjet unë e kam furnizu Greqin me peshk dhe nuk më ka thonë njëri shtyu ma ne, kam qeni barabart me grekët, ka pas 20 grek në punë. Ule pak se. Okej, tashti, unë do të them diçka. Çfarë do të thuaj? Zamirin unë e respektoj vërtet më shumë. lut, po. Jo, është natyra ime, fali. Zamirin unë e respektoj shumë. Qetin unë e respektoj më shumë. Unë si Luz. Pse respektoj qetin më shumë, e kam thonë duket edhe te ju që qeti kur ishte maj maunes dhe kalote Torovicën dhe shkote Marsit Modhe, qote naft, unë isha maj një varke 5 metra. Po keni me filluar nga me Hiçi, mrezha, Hiçi, nga nga Hiçi. Hiçi, po. Kupton? Ky tjetri ka fillu me tregti, e kam respektu, më ka respektu shumë. Tashti, Po unë jam përmende unë jam emër duke të thonë. tjerë, Kerlus. Apo tash po të bëj një krahasim turistik më vëlla. Jo. Më lër të bëj krahasim turistik E di se që që ka mund që njerëz që gjithë kanë me ardhur edhe bashkëpunë ulaj, Amerikës. me ulaj dhe me gjithë i marrun gjithë. Ore, ku s'kom frikë. Pse s'është pasuruar syçi që kemi përballë? Se Po janë pasuruar njerëz Kam pas lidhje me pushtetin e bashkuara. Kam pas lidhje me pushtetin jo, pas jo, herë. Pa atë e di më ke drejt që me një Se aftë. ai e ka meritu, ka punu, e ka meritu. Ore duhet të lexoj këtë. Kush ka merituar? Çka ka merituar? Çfarë fletot? Çka ka merituar? Jo, Ka më ndërtime. Ore mos i gjithë gjithë. Shmor me ndërtime ka qenë i Se mor me vend. Pa ndërtime. thu ai është ka nga merrim. Si se shmor me ndërtime valla? Se Valla ka do kullën e parë më të bukur në Shqipëri ky ulaj që po e përmeni. A se njoh as jam ulë një herë me te. Nuk po përmendim, mos përmendim emrin. Tashti, olla, unë e kam fjalë këtu. Unë më fal. Ka ardhur nga Tashi ta Amerika. futet e di, edhe e di syçi, o të futet edhe syçi në lojë. Or zotnin e rum, unë kam një gjë, të lutem shumë. Unë po bëj një investim fier. Po shumë bukur. Në rregull? Kur ika atje, pyeta. Ti ke dëgjuar themin e një Kur minutë, ika, një jo minutë, më po. vlla po më dëgjoj. Po, pse me shembull vetëm, vlla? More më Po dëgjoj. pse ore ke dëgjuar të themi Ma një dëgjoj. Duket sikur ke kompleks. Ore po themi 10 veta të tjerë që e kanë ndalë vetë. Ore ju, Ka duhet të lexojë. Po duhet të lexojë Tirana. Po nuk e marrova Po i pyetjen. do të mirën Po në rregull, tuaja. po se marrova Ti të pyetjen, ojull. Nuk e marrova pyetjen. Të lutem. Po i shumë. do të mirën Të tuaj. lutem. Olla, kam Unë do t'ja them po e takova. Dakor. Tashti më dëgjoj mua një sekondë Po, të bëj një krahasim. Po më dëgjoj pra dy fjalë ta Urdhro. mbaroj pyetjen. Unë të më fale se pyetjen duhet ta shpjegoj. Urdhro. Bukur. Tashti un kam hyrë në Fier në Si e në pyetje këtu. Kam hyrë në Fier në një vend të asgjëje. Tashi un kur shkoj marca referenca. Po. Dhe ndaloj në për pikat buz rrugës ku kalojnë turistat. Dhe i them, nga që pika ime është buz rrugës, du të bëj një tip stop. Po. Me banjo, me market dhe t'i shërbej për shpejtësi ata që kalojnë për shpejtësi. Dhe i pyes. Rrugën e Fierit e ke marrë ti autostradën për ta bërë. Me 20 milionë euro. Po se s'ka marrë gjë, mu s'ka thonë asnjë gjë ky shtet, po më lër ta Po, marroj këtë atëre pyetje. pse flet? A mund ta marroj këtë pyetje? Ore po sjell një Po ti shtat. do ta vë marroj, pyetje. Po nuk ka lidhje ti më burr. Po nuk po bë lër me ta pyetje më marroj burr. pyetje. Jo për vetëm që po bëm pyetje, po nuk po. Po më lër me ta bëj pyetje. Ore nuk po flasim për. Më lër me Ore ta ta bëj bëj. bisedë tani Po apo? bisedë po ta bëj pyetje. Po më lër me ta bëj Po pyetje. bisedë tani. Po më lër me ta bëj pyetje. Më lër. Po të lutem shumë. Po i bie nga Tash fina për të kur ndaloj në për Do të stop flas, pika ta i mos them fol. kush Po, le është shpirt flas. do të flas unë troç. Urdhro. Kush është artikulli që shitet më shumë këto pika kur ndalojnë turistat, e di çfarë më thon? Më thon është byreku. Po sepse bëre kanë Sepse ata s'kan turistat që vinë nuk kanë para dhe jon funi Po. i funit të funit. Dhe ti i bie gajdes duke thënë që humbu Shqipëria me turizëm. Tashti, një minutë më një minutë. Po e di ti çfarë ndodh? Një minutë, ja, se po. Pa ta marrë Pa se pyetjen. fillon. Jo. Po dëgjoj, nuk ke pyetje mo ti po flet. Okej, po mban Po jo, fjalë. po du me marru Po pyetje. fjalin, po jam Po s'ke po, bërë po, për du të them Isha që pa ata dje. investitorë që Isha po dje, vinë, Kruca. po binë ditën e botës Ah. dhe do të ngrej nivelin dhe duke ngrejt nivelin ata njerëz. Ire nga Kina tani. Po e di mo si nga dakor, Kina? vetë. Si le do? Vetë. Dakor. Ata- Tani po Po se më ka dy tipologji. Një që Ore, katron prit, për prit. kreditin edhe bën kreta, edhe një tjetër që bën gjithë hotelet më të mira të botës. a do Ja flas- si këto hotelet më të mira të botës, pse nuk duan ti investohen në Shqipëri? Gjej Kruca. Po, Isha në urdhro. marrë në vendin më të mirë. Pse do të më ndalon te byreku? S'do të. Urdhro, po të Për dëgjoj. byrekun pra. Po të dëgjoj. Një marrë në vendin më të mirë të Shqipërisë, Po. Bregdet, isha unë. Po. Dhe aty kishte dy kategori. Byrektarët,
të panumërt me makina kuflinin e makina 5-6 veta, këta të uajt që i sjellin këtë Shqipërisë, byreqtarët dhe byrektarët, hanin byrek aty, ndisnin zjarë jashtë, furgonit kuflinit, dhe junin flinin brenda. Të çante mushkonja, kishte edhe gjatë gjithë rrugës bregdetare, 80% makinave ishin 200 deri në 500.000 euro. Të njerëzve që e marrin dhe rëmbejnë këtë vend. Këtë duhet lexojë drama. Jam plotësisht dakord me Një minutë. Dhe aty kishte Lucë 90 milion euro, thot gazetari e ime, që do ta bëjmë emision. Po ti bën pyetjen 3 orë dhe nuk Ti tash nuk po flet njëri për ty më Lucë. Ti s'po flet njëri për ty. Ti tani Ti nuk je nga ato oligarkë, ti del me roje e me makinë shoqërimi e me gjithë. Ti del në rrugës këtu, nuk ti në rrugë vetëm, s'ka për ditë bizdillës. Dëgjojmë o zotrin, dëgjojmë o sa thjeshtë. Ja gjithë rrugës, i dashur, fillon që te Kost dyshi që është ajo që fillon në Dërmi dhe vazhdon deri poshtë. I marra ka, kishte 90, ma thosh gazetarja ime që do ta themi dhe në emisionin tim, 90 milion euro për të përdorur aty. Bën tendera kot për mushkonjat, s'blej asnjë gram ilaç dhe të çante në vendet më të mira, të çante sepse bashkia të çante mushkonjat. Luca, s'kishte drita, e kishte bërë gjikuriu, po e mbrapa gjikuriu. A dëmlesh, po janë emra të tjerë. Po desë dëmlesh po qik? Gjikuria kishte bërë rrugën, po të mos shikonje me kujdes. Pije aty Luc, pije në grop. Dhe të thyj kemba. Dhe koka mund të thyj. Koka hajde varja se i kje fare, po vetesh edhe me kam të thyre. E kishte bërë gjikuria rrugën. Dritat ishin qerek të ndezura, bashkia e kishë këtë punë e gjitha, asje, këto duhet lexoj dirama. Dhe për këtë shkak mendoj unë ngrije njerëzit, dhe duhet ta lexoj këtë, sepse ka qenë dhe është njeri i mençur. Dhe mund ta lexoj, ka kohë akoma ta lexoj. Këtë gjë ka kohë, të mbaroj, ka kohë ta lexoj. Tjetri që del vërtet tani, në moshën që ka e të gjithë, nuk e ka lexuar asnjëherë. Do ta dish. Edhe këtë eksperiencë mund ta marrësh, që ta lexosh. Unë jam dakord me ty, duhet lexoj dhe duhet ketë njerëz staf. Për shembull, nuk ka pse del kryeministri për të sqaruar çdo gjë. Ka njerëz specialista njëra tjetrën. Për shembull, për çështjen e kësaj, pse është bë pa projekt? Pse duhet rrethuar ai rrethim që për mua ajo don dëshkim të rona ai rrethim ashtu deri në Bregdetit ishte fut rrethimi, deri në ujë ishte fut rrethimi. Ç'është ai rrethim të tela me gjema? Ç'është ajo sjellje pasaj që padyshim për mu morën masa për herë drejtori. Po kemi dënuar gjithë asaj. Gjithë kemi dënuar këto. Po, drejtori për gjithë. Tash problemi është këtu. Unë jam dakord me Luca. Ajo ishte maskara. Dhe bim dakord. Se ka ardhur ajo gjendje turizmi ke ne, sepse ne nuk mendum për turizëm elitar, po mendum ajo që thu ti, e që thot ky zotnia, se ta them unë edhe për këtë lënë këtë mos klasi, që shkun dhe xhvatën edhe janë ato me makina 200.000 300.000 që e prishën gjithë Bregdetin, Riviera shqiptare ka marrë fund. Riviera shqiptare ka marrë fund. Dakord me ironinë e zotnisë që e prishën e e dyta. Ingredientët që aty, di nga vinë nga Greqia. Tash ti, ylle ti shko shumë në Malzi. 1 minutë, mbledh edhe mu 2 minuta, se s'kam fol fare. Ti shko shumë Malzi. E mamen se ka qenë but Vandymishi? Është bo elitare budva. Si golemi. Po e shkatrojnë pak data në ndërtim, po hajde. Jo, pa kanë bërë ndërtim, se kanë, nuk, ata kanë hyrë, më ka hyrë dhe... Kanë morë brende, ka hyrë dhe aty pare pisët, ka hyrë dhe aty pare... Qas ka hyrë aty? Probleme pare trafiku, por kanë morë brende dhe kanë morë një planimetri. Ne nuk kemi aftësi menageriale dhe kapitalizmi o menagjim. Dhe më mirë se kushdo për këta e njef ky. Që ka 2000 sa punëtor, si menagjon ky 2000 punëtor. Pra ashtu duhet menagju dhe qeveria, ashtu duhet menagju dhe administrata. Ore mendojmë një lloj për këtë gjë. Po, tash ti problemi është investimet serioze. Problemi është këtu. Dhe sidomos sa më shumë të uaj problemi me para. Që aty, çka ndodh aty është një e padrejtësi e madhe. Unë e thash sot diku dhe po e them prap. Ligji 7501, sa i vend nuk ka pas pronar. Dhe si janë marrë pronarët, si ka mundësi që janë gjyqtarë, si puna Kreshnikut, sot që na del japin men, këto japin men sot, të janë më paftyrët. Më paftyrët janë këto që japin men sot. Sepse janë këto që e kanë pru këtë gjendje. Janë këto gjyqtarë që e kanë dhonë krimit tokat, që mas në krimi i ka dhonë pjesë këtyne, dhe sot ti ke emra gjyqtarë është pronarë aty, dhe ajo historikisht nuk ka pas
pronar, Janë vrarë dhe gjyqtarët. janë vrarë dhe gjyqtarët dhe vje punë tash çfarë mos paku Exact, dhe duhet ta zgjidhë Edi Rama këtë punë këtë lëmsh që po 35 Po ai vjet. ishte. Ka vite të tëra. Po si t'ja boj tash? Atëherë ti po se gjithë. Prit, prima letike, se Jo, po më se mirë, si- ori po sa ta la zgjidhim, hikën. Ore ne po i themi Po, që ta zgjidh. po, sa la hikën, që ta se lexojmë më mirë kuptoj, do jo, vi. jo, më mirë lesh. Po pra. Ore letëri, o zotëri, letëri, ta zgjidh këtë punë, po ta zgjidh vërtet, ta lexoj vërtet. Po prit ylli se nuk është kollaj, problemi. sepse ti i ke marrë në format që i ke marrë, ja ke legalizuar dhe tash nuk mund të rysh shteti arbitrarisht. Dhe bëhet ky Ore, lëmë, çfarë mbyllë- edhe dalin dhe 200, Po, yll, dalin dhe 200 falë dhe mbylla Luci, dalin dhe 200 po, që jo, kanë po. marrë pasaport grek aty e thonë jemi pronar dhe minoriteti grek. Edhe bëhet ky lëmë, çohet dhe Greqia. 35 vjet që i bën këtë fyll. Po, çohet dhe Greqia, çohet dhe ky do Deri dhe ky që ka vajtur në Bruksel. Tashi, portar ke lutur. Unë se kuptoj. Ky i progonatit që ka vajtur në Unë se Bruksel. kuptoj ylli sinqerisht. Si e ka ky? Kush Eleri. është Ai është nga progonati. kush është qëllimi i kësaj proteste? Që po prishet natyra, parku, që po bëhet një padrejtësi në prona. Cili park. Jo, Po pra prit. Po për parkut ishin dal atje në Jo, nuk kosta është- atje që u nuk shkatruan është- gjithë projekt deri nuk është- park. Qa parku Po se çfarë? fare. Se unë jam i pa qartë. Po, s'është fare, Jo minutë, për jam i kjo. pa Mua qartë. është- po, Dhe s'është unë fare. mendoj që këtu kanë ndikimet e huaja. Për këto që po flasim deri tani. Protesta mund bësh për çdo gjë këtë. Jo, kështu, në qoftë se Redrama nuk e lexon. Ja këtu po ta ligje, them unë për e çfarë ka- është kjo dhe po ja bëj pyetje Yllit tash që ta kthemi çik bisedën sepse duam ta shfryzojmë atë burrët madh që kemi aty. Tash më thon drejtën unë frigjoja jam dakord me të gjitha këto. Kur e përmend Edi. Edi duhet të ketë sa njerëz përballë. Sepse këta që i ka përballë janë o ky Saliu që është rikthim kjo puna Saliut apo është në novela fundit. Ma shpjegoj se unë se kuptoj dot. Edhe gjithë kjo jargët dhe gjithë jargët që kam dalë nga partia Saliut që kanë formu këtë opozit, jo njerëz me të njëjtën mundësi që s'ton asgjë. Dhe kapen mas çdo dege peme me thuj që të krijojnë një kaos. kush janë ka fare, Një kaos kush që janë ka të fare. përballë. Por valla do të ri përballë njëri këtij apo jo? Saliu Kush do ri përballë ti? Saliu është i pafajshëm. Ë? Ai është punë vet në hall të vet, është i pafajshëm. Në fjalë Është se në në novela fundit, Jo, nuk është rikthim, ha? Jo, është në hallin. Rikthim me shpresë. Çfarë rikthim, çfarë flet? Ore është në hallin e vet. Po çka ka rikthim tani 84 vjeç tani ti po provokon mua tani. S'ka rikthim më Te unë vitet sa Ylli. vjeç tani. Unë tani Po si po që s'ka unë një emision bëj tani të gjithë në media dhe po të vi puna që të mos kem mundësi të fillon të paksojnë ato luc. Ti e di barapar me mua këtë gjë që po të them. Ai ka punët e veta, hallet e veta, të gjitha dhe ka të drejtë i ketë ato se është i lirë. E vuan Partia Demokratike. Partia Demokratike e merr riskun. Siç e ka marrë, e ke parë. E të gjitha. Tani kështu themi, nuk i themi dot Saliut pse e bën këtë gjë. Ja. Aq më tepër që kanë ngrënë dhe këtë në ngradën e ditë, përpiqet e ta heqë atë, të dielën që shkoi prisnin me të madhe që do hiqet. Hiqej të dielën. Jo të qesh orë. Po ata prisnin vërtet. E të gjitha dhe ti tani po thua gjëra të çuditshme. Si ta kthesh Saliun në këtë rrugë që ka valla? Ai thotë unë po përpiqet të bëj orë. A e vuan Partia Demokratike? Do ta shohësh. Pas ato marr Ti më e pe, si fillin kombëtar. tani ç'është thënë, edhe u bë, ju kështu kombëtare pas ka parë se ç'është ditë. Ky reperi që hyri e të gjitha këta njëri zyrtari. Në projektin ishte për ministër kulture. Që erdhen. Edhe ditë po projekt mund të bësh edhe për ministër të kulture unë të Trumpit, të vesh, të vem atje po s'na qas njëri. Ashtu projekte për të ministër? Bëj sa duash. Kështu që ky vend të keqen, por këtu përfiton pak edhe ky i gjati. Duke patur këtë lloj opozite të dobët, nuk ka çan shumë. Fikën tani, bën udhëheqësi botërore gjitha këto dhe ka harruar, për mendimin tim, ka harruar shumë gjëra këtu. Po vaj, ai ka vu vetë si duhet të qeveriset. Ai ka vu vetë si qëllim. Ore qëllim vetë sa duhet, po ai ka vënë të bëhet lider ndërkombëtar, të bëhet më dha. Por ka halle vendi që duhen zgjidhur luç. Dhe kryeministri. Se të plasin një namaz tjetër se ne lutë. 2 herë në javë dhe për shembull për emisionin e fundit për ngjarjen që ndodhet gjithë nuk kam fjetur natën e fundit fare. Si do ta ndërtoj, si do ta bëj ky shtek. Han këtij madh.
Po pse s'ke shanë ti del Sepse- të vërtetën dhe marrë punën. Po pra. Ti ke ankth Po, për me ta majtë dëtuar sa më për mirë, me mo. majtë Se ekuilibra. kishte Ka vërtetë. Ore, Jo, ka jo, produktio. jo, të shoh që i ban ekuilibra. Jo. Ti çka ke? Jo, Po të gjithë do të vi Filani, si do ta ndërtosh, si do ta ngjarësh, si do të bësh. Se ka disa zera bashkë. Ngjarja është e ndërtuar. Jo. Po ditë vjerdi me disdillit. Ka disa Po gjëra. le, unë shkoj për detajet tjerë. Unë shkoj për të kriju. Ta flasin për Po ja zgjidhje. pa lërë tani, ja dëgjoj sa e Si jemi soi. Kishte dy gjëra Lut, që unë i lexova. Ishte investimi që është me vete, Po, punë vetë, po. Është dhe kjo që dolin ata. Dhe unë i dallova këto. e di pse Edhe dalin me njerëzit ata. e tjerë. Yll, kom dalë unë në emision dhe Tani kam thua një gjë tani. Yll, kam dalë në një kam dalë në Nuk duhet i bëj. Yll, kam dalë. Duhet të thënë e vërteta zotri. Ja pra kush është Disa e të vërteta, vërteta. po ta them unë kush është e vërteta. Po ta them unë. Po ti ke parë. Ta janë drejtora, nëndrejtora, shefe sektorësh, kanë pasuri më shumë se sa Gjergj Luca. Kanë shtëpiat më të mira se Gjergj Luca. E kush të Kanë fal? makinat më të mira se Gjergj Po Luca. çfarë po them? Ti gëzojnë, por arrogancë mos i bëjnë këtij populli. Ishin zyrtar ata i shikojnë. Këta i bëjnë arrogancë. Rolls-Royce. Këta i bëjnë arrogancë. Ishin zyrtar. Atë se adoro do të kush. Arrogancë nuk ja adoro. Kujt ja bënë? Po pse më e drama nuk i shikon këto makina që i kanë këta Qa zyrtar? sheve drama medi Po se avioneve, se- për fut po këtë me vend, miliardë me të çu këtë vend atje Po dhe le të duhet. kthehet edhe atë, mo. Le të kthehet të bëj punën këtu mo, si kryeminist. Po pse s'po e Dhe bën? ti e O Luce, Po pse këto investime kush po i bie? Fryma aty po i bjen këta këto. A ka fat këto investime kush po i bie? Po i bie çeli këto investime apo po i bie Zamiri këto 10% o investime? zotri. Cili po i bie? 80% të punëve ja bënte ajo zonja para ca. Kush? Është me tani. Cila? Për plas me spakun. Kjo. Po pse s'u quhet me emrojt ju Pritë, për valutën? që të bëjmë, se çfarë më? Po Avokat. çoheshit ju? se A ja janë po punë, a ja se po ata- 80%. Po zotri. 80% Tani po them punëve. çka ka ndodhur, am pyet çka ka ndodhur. Dhe çfarë mendoj? Po do të mendoj siç mendon ti. Jo, më mos Hajde, mendoj si fillim mu. ikë më Jo, mbet. valla, jo. Mos mendoj si mu. Pa më ke thirrur Ne të më më bëjmë pyes debat, Më më po po të të pyes. pyes. Ama unë do të them mendimin tim. Pse kush do të mos e thuash? Po s'na le Sa për thash pra? Ti mu të urrem se mu unë thash, se mbrojtje kur ke përshtypje Po që si ka ta po mbroj, 30% punës? Ore çfarë jam unë që ta mbroj avokat nuk e mot. Je po milionin Ajo ta. ka avokatët për atë. Je po E ka milionin thirrur ta. zyra e shtetit. Jep Dhe ka opinionin Po ta. Luce, ti thu jam pasuru administrata, i kanë makinat më të shtrenjtë, dakord. Tashi ne duhet Edhe të shtëpia më mirë se mu. Po. Ndërsa ti ken i gzofshin. Portën s'do ta kesh. Jo, më jo, kallë se mos mu. i gzofshin. Se s'kam kujt çoj portën. Ky bilet nuk i dura ta ngërdhimon. Jo. Po ta unë i Ore, kam po të tjerë. ndodhesh aksidentalisht mbrapa atyre portë tyre të vretmo, aq e madhe është. Po ti të vretmo ti vdes ka portë ty. Aq e madhe ka. Bone Po ja lart. Porta e vizitetit të administratës të vret. Aq portë ma, edhe ka portë madhe kanë këtu. Në ka rast i herë që t'jap drejt, vetëm shohim do të me të përqafu është kjo. Dhe ky do t'jetë lart botnor. Edhe të Ka vretmo. portë s'ke ku ja çoh. Dhe portë Po, tyne vetëm- është kaq e madhe. Sa unë po të gradoj që arroganca e këtyne, arroganca, se atë e di unë atë zotnin. Ai zotnia do një divan, mundësisht të ketë komët mrena divanit, Po, pra. edhe i libër, i bibliotekë. Kjo është pasunia ti, që ka ai. Po këta ka ti. Po kush i lejo këta, mos kush i ka lejuar, kush i ka lejuar. Kush i ka lejuar? Do bëhet ai sa njerëz do kontrolloj ai e burr. Po ti si kontrollon, ma ke 2000 punëtor si kontrollon? Si kontrollon ti? Po sepse është në punë burr. Jo, po si kontrollon? Ai që është profili im Po ngushtë është burr. punë, jo, ashtu është, Kush me me gjë tjetër. Në makro Unë me punë merrem, o syç. Jeta shumë e shkurtër, njeriu me boj 100 punë, o syç. Jo, se Me nuk i punë bë. merrem. Jo, më ta thash se nuk i bë të gjitha do të vet. Po si bëj do të. Do njerëz, pra s'ka njerëz. Ha? S'ka njerëz valla. Tash ai që thot Luca është e vërtetë valla se këto u bë mua për Gjergj fortë Luca, kjo. shiko. Këto jo 1 minutë do të marrë. Kush është menaxher në qeverinë? Shiko, gjen e mençur që bën Rama, mençur për vete, që merr njerëz të panjohur dhe i ve aty. Dhe sa të mësoj emrat unë atyre, kalojnë 4 vjet dhe pastaj merr prapë të panjohur të tjerë. Prampi plas aty. Pastaj merr të panjohur të tjerë dhe ti, nuk merr flamurin dhe këta që mban doktori. Të gjithë këta, vokshin e këta. Merr njerëz të rinj dhe sa të kalojnë 4 vjet, Luc. Mos e mësoj dot emrat atyre. Edhe tani se vëllohet Ke gjithë ditën media. E ma numëron të qeverinë tash emrat e gjithë qeverinë. Ë? Po s'jem. Kush është ministri mbrojtës? Po zotri, ore ke një menaxher thuaj në qeveri, digjeti. Ja ky që po flet që është një menaxher, se ti vite këti, ke 2000 punëtor, po ky është një menaxher. Dhe punon si kafsh punë. Po kapitalizmi, unë e kam parë në punë si po kafsh. kapitalizmi, aftësi menaxheriale është menaxhim është kapitalizmi. Parti ti jetë menaxher në njëri nga dhe. Ja, unë s'jam do të menaxher. Ti si do të menaxher, për ne jemi ku jemi.
Ky është menaxher se ka Nuk ka probleme aty. Tani këtu Nuk është. ka probleme ju. Edhe gjë tjetër, dhe këta që në Shqipëni i kanë bole kollaj, nuk janë menaxher. absolutisht jo. Se duhet me dalë ju të mediave, se mu më dalë dhe lef shumë për shembull kur më shaj më thonë mu oligark gjë më që sharake më Po bërë. si që janë ministra, po dhe këta. Po Këta janë caktuar Janë kapitalistë. pjellë këtyne. Kjo është komedia. Gjergj Luca, Kjo është janë komedia. Kjo është kapitalistë, komedia. janë Po caktuar për si ato që i kanë bërë parë shit qenë dhe kryse mund merr tokën së sistem tokën. vlerash ke dëgjuar ti të caktohet kapitalisti. Këtu caktohet kapitalisti. Në fillim i caktoi Berisha. Një me një minutë dëgjoj. Emrat. Caktoi 1, 2, 3, 4, 5. Pa caktuar doktori, s'kishte këtu. S'kishte kapitalizëm. Një fillim se donte fare ai. Po pastaj se shite fare dot, se kuptonte kapitalizmin. Pse e kupton sot ylli? Po atëre fare. Nuk duhet, se është një ngjarje që më ka ndodhur mua me seraton e Vienës, po nuk duhet ta tregoj. A u tregoj. Pastaj i mori të gatshëm ky. Por dha këtyne të Pra vret. të gjithë O, zot, i mori sa i ky madh. mo, kapitalisti, O, si sa i kishte madh. doktori, i mori të gjithë ky. Dhe po e mbani mend ju, Mjerja përmendi ky, e kam thënë unë në televizion, aty në emisionin, Lulbashës ja përmendte e drama. Ngri e kokën Luli thash, me ngriti ai, se mendoj që të thosh në gjithë bukur. A është oligark Zamiri? Pap, dira koka poshtë Luli. Pa e mbaj me. A është Grije Luli? E ngrinte pak ai. A është oligark Shevqeti? Pap, a është oligark Ulefa? Sepse ky tani, këta, i mori të gjithë, se përmendën tre emra, po janë dhe 7 tjerë, plus. I mori ky, please, i mori, dhe nuk flet dot as ky që i krijoi. Për këta, 10 emra. Edhe kaq është historia. Dhe për këtë shkak mendoj unë që ngrihen ata aty, te pazari, se ishin të rinj Luc. Nuk e çan njeri me nderen fare, as për Greqinë, as për Islamin, as për Leshin, as për Izraelin, por dikalin ndërtaren të Izraeli. Izraeli ti, bile unë i thash, merrni ja 2 çuna që ishin afër te pjesa islamike, i thash unë Aronin nuk i fut, nuk ka lidhje fetare, fare. Ajo është por dikalin ndërtaranit kjo e Izraelit, e kupton? Pse është kushtin me origjinë izraelite? Igore, çfarë do të thënë? Vëllai. S'ka lidhje fare. Kush e ka Po bler? kjo përdoret. Po unë ikin në Spanjë, o ju ikin në Spanjë. I shikoj ishujt më të famshëm të Spanjës, janë 60% pronë ruse, 20% pronë franceze, 10% pronë gjermane. Po si thonë këta Po, jo, ushit Shqipnia? Si po, jo, ushit jo, Shqipnia? Tashi ne duam të hymë në Europë. Po në ne kemi Amerikë, të drejtë. po në Amerikë, investimet kineze në Amerikë janë. Mirë, në rregull, tash këto janë kinezrira dhe unë jam dakord me Yllin që kanë dalë nga pra. kjo fjalë që është fjalë e modhe që pordha e këtyne të vret. Vret ata sa Kjo është fjala më e Të vret, po modhe dole- që po dole kapimisht brava. duhet të bëhet. Rini për para, aman, se po do të mbrapa ikët. Irën këto, po bërë çfarë fleti? Ba. Sa të kamën janë bërë këta të çfarë flet? Një gjë i pyetje ko mund të shi, kush do ta lej zyrën i pari nga këta? Ka për ta lënë Sala, ky byrazeri im apo Armando Duka? Ti thua Sala e drama apo Armando Duka? Po. Po si jo në këtë moshë bën gabime të tilla ti Luc. Po pse çfarë? Po asnjë, Pse? po asnjëri nuk e lën nga këta. Asnjë nga këta? Ue, edhe pasi të vdesim ne. Inshallah se kena Po këtë ky Rama fakt përpara. do roj se ky është miri, Po. po Edhe ata Armando i edhe Rish, në është botën me Risi tjetër, Rama. Ja, ai aty e një moshë. në botën tjetër aty do jemi. Se do ketë lojë Rafati edhe atje. Do vitët i marë. Do Vjen vjen një njeri nga do vjen Brukselit. Vjen një njeri nga Brukselit i merr. Edhe atje në botën tjetër këto do gjejmë. Aty Duka do jetë prapë. Po mund të jetë dhe president. E vret këtë Ceferinin. Do vdes Ceferini dhe vdes vërtet ai, se këta perëndimor mund të vdesin vërtet. Aty do ngrihet Dukën mund ta ketë president të UEFA-s dhe të FIFA-s bashkë. Edhe të gjithë organizatave ndërkombëtare. Kjo juja, di çfarë kujton mua kjo Prit. juja. E drama, aty e ke prap. Do iki thot. Po Murzita do iki se këtu e thot gjithmonë këtë fjalë. Do iki thot aty, po aty e ke kryetar të Partisë Socialiste, ditë dhe këta rinë rreth e qartë të gjithë. Se marrin rëmbejnë në një dhe këta të gjithë janë ra. Qajnë tjerat. Pra, edhe te bota tjetër, ne nuk shpëtojmë. Vetëm po që e bota e ndarë dhe për shembull të aratisemi nga bota tjetër, vem në botën e të vdekurve të Amerikës, ose në një botë tjetër. Ose jo, këtë e gjë është shumë bukur. Shkojmë Ata bjellë. perëndimorët vdesin vërtet ata. Ikin e myllin. Po ata vdesin. Këta nuk vdesin, këta ishin atje. Se më kujtove këtë punën e botës tjetër, shkon Mhilli,
ikën luftë, tu luftu. Katolikët tonë që kanë luftu për Turqinë, edhe kthehet pas 10 vjetëve. Kthehet pas 10 vjetëve, gjen djalin 3 vjeç. I thot, ç'është ky? I thot, grus. Faqe zi, i thot, është djali jot. Si djali? Unë kam 10 vjet rrugë ky 3 vjeç. I pushoj tundua shumë se i pushoj zemra, vih, iku në botë, edhe shkonte për ditë, donte me taku Zotin, dhe shikon Shënpalin aty dhe jo Shënpali thot du të futem takoj Zotin. Jo legendë thot. Jo ik 2 herë, ik 3 herë, ik 4 herë, dikur I thot, madhni I thot, shkon te Zoti I thot. Ore kom njoni më çmeri I thot. Çfarë thot? Çfarë ka? Para mone do të takoj ai, po ka similar rradh, atë e shoh të dera për ditë. Po bjerë I thot. Shkoi I thot, o Zoti thot, e kom merak. Më ka ndodhur kjo punë, I ka ushtar thot. Erdha, thot, mas 10 vjetë dhe gjeta fëmijë 3 vjeç, më tha e kom me ty, mon plasi zemra, erdha këtu, e du me të pyet, si është e vërteta se vesh ti e di? I thot, Zoti, nga ka ardhi, I thot, nga kush planet ka ardhi? I thot, nga toka, si nga toka? Nga toka, I thot, lene mërmur, tha, unë s'kom qena si herë më toke, ma bon krishtin djaj. Që do vazhdojnë prapë do rrena Do dhe. na shajnë poshtë. Pa. Këta fetare do na shajnë përse poshtë me këtë që tregoj. Do na shajnë poshtë aty këta fetarët me këtë që tregoj ky. Kjo është shumë e bukur. Po, kjo është, tamam edhe s'ka qenë tokë. Të kthehemi edhe herë në tokë tash, se ikim shumë larg. A kupton edhe ta mbyllim. Në tokë ku është dhe Krishti që Po, ku ja kemi kanë bërë Zotit, ja kanë falëruar Zotit. ku kemi Krishtin edhe Muhamedit. Tash do të bëja 2 pyetje konkrete se ky byrazeri im kur del në për media juve ju thot kazan, edhe ju vë të gjithë ka I epitet. Ve shumë. Tash ti me një fjalë, a Ai fa drejtë valla. a mundesh ti tash ti jesh rradha jote tash presor që të na thush ne tash ti mi vesh ka I epitet. Gjithë këtyne. Edhe kom boca emra unë jam përgatitur se tash se vin shpesh burrat Se mendshëm mund për të keni ballë. lloj, mund të keni një Po fytyrë. ja, okay. Jo. Ja, ma jam njerëz si ne. Okay. Sali Berisha. Doktori, rapsodi mi madh në I trojeve shqiptare. Këndon këngë më e kraj, ka të rjetën. Po sa I modhje. Ja kam thënë një letër, Tash na thot kam bërë një letër të hapur, Pa, rapsodi sa e Sali madhe Berisha. që e letër, do të- Tash bërë para disa vjet. Po. Rapsodi madh shumë. Po të na thot Syçi se e ka dhe nga Tropoja, ai Lahudës, Dimir Raçi ftelis. Duhet di pse. Duhet di. Po pse nuk është daulla që I bie I tërkon? Që Daulla. ti e do daullën kështu si mjet mo? Jo, thash mos kishte edhe me Po më mirë të kish daullën se Unë do ta them unë epitetin. Daulli zimi. Gim gjuzi të rëpojës. Gim Gjuzi që Ke ka qenë gjenjur. shumë larg, po Gimi ka qenë Gjuzi Gjenina, që ka por mos e gjenjur. fut. Po Mashtrusi. Gimi ka qenë Gjenina, ka shitë orën e Tiranës. Po, edhe ky ças ka shi 35 vjet Turqi. Nuk ta pranon ai. Ta pranon ai, po çfarë duhet gjetë një epitet rapsod e pranon. Nuk e thënë rapsod. Ja, Ban ai rapsod. Ai atë që flet e beson. Ai beson. Se s'është I besueshëm për tjerë. Ai beson. I don't know, nuk ta Është them. aktori më I madh. Nuk ta them dot. Jo, aktori më I madh. duket se e beson. Jam me sysh. Absolutisht nuk beson atë. S'ka besu kur në vetë. Vetëm ka rrejt gjithë Me jetën. fjalë, me fjalë kur kam thonë unë që Tregova unë një që Drek ma Luca uqi. më duket diletant para Saliut. Ja, të tregoj. Në Luce, Drek Luca diletant Parsaliut para Saliut. Dikush ma hoqi mua në një siç më keni thirrur ju sot. aktori më Tregova ka një gjëra. 30. Një e la, nësa një ma hoqi, se me dëmtote pak doktorin, kështu në tregova një gjë unë njerë, të kujtohet ty vite më parë kur Pa atë letrën e ke Jo, mandostori. prit, dakord atë, po. Ikën Edhe ta pëtojmë prapë. Në Serbi, me shtytjen e doktorit e gjithë, u nisë në Serbi, me Etan Ceka, Arbeni Mami, edhe disa të tjerë. Ikën ata, I mori avokati, I ke një avokat njela. Avokat në vujë doktorit e gjithë, unë e dinja gjithë historinë tani se shpo ndodhte. Avokati I mori dhe në krye ishte avokati. I qoj në Serbi, gjithë, dhe ne ja bërthyem këtu, ikën takuan, armiqtë e Shqipërisë, Miloševićin takuan, këtë gjithë. U kthyen ata dhe nuk lëm gjë pa thënë, domethënë. Unë më kujtoj të isha kryeredaktor i Gazetës Republika atëherë. Edhe më merr këmo. Po treguam ngjarjen e kush ishte. Ylli. Urdhëroi tash. Ke bën një gabim këta. Çka gabim ishte? Ke bën një gatres. Çfarë? Nuk ka qenë avokati.
Avokati po Avokati ishte. organizoi thash. Këtë punë. Ylli tha nuk ka qenë avokati. Po kush ka qenë? Frok Çupi. Vërtet, a ka kallzu Goshi. Si ka A ka qenë? kallzu Goshi itën ti. Si ka qenë? Goshi, ta ka tregu Goshi? Po. Si ka qenë Frok Çupi? Se Goshi punonte me ne. Po. Me mua ka punuar edhe në Republikën Edhe ka Albania. Edhe të Alban. Si ka qenë? Po, ka qenë avokati, a ishim bashkë, e dim të gjithë këtë. Ylli e din ti, e din unë këtë punë. Po shoh. Po si mos fare më. Dhe ti thua tani, vërtetën, çfarë fletit tani? E di. Mirë të i madh shumë. Po e thash në një vend tjetër, unë po ma hoqje e shkëta se kishte edhe frek. Si do tjetër? Rapsot. E kuptova. Byrazeri. Brazetent. Kjo është faqet si Brazer, se atë Brazer ke ti, ore, nuk është se të ka i Brazer. Gjitha ditë të gjithë se a i s'ka Brazer më brazer. Unë po them që e kam Ai unë. është- Unë po them që e kam unë. Magjistar, bën magji. Magji? Kam i punë që ky njeri bën shumë magji. Edhe i bën magji gjithë njerëzve dhe i magjeps i thret. E ndjekin, edhe ti, që i thua Brazer gjithë tani, ky bën magji. Nuk ka patur Shqipëria një magjistar si ky, asnjëherë. Këtë ide kam unë, magjistar i madh shumë. Është tirë ti kesh në botë, ore ki magjeps botën. U bën magji dhe atyre. I ke parë si i puth këto gratë. I perëndimit i puth këta. Jo, kjo ka se punë. Amerika, jo vajtje putim, po ai e detyron mo. Pa. Bën magji dhe detyron që të vish ta Po puthësh ti. mirë. Të shikto magji që i bën ky që ti besojnë njerëzit. A është mirë, a është keq? Për të është shumë mirë mo. Jo, po Po për ne. magjistari ka Po të për mirë ne. dhe të këqija, Po për ne. nuk mund themi që Po për ne. magjistari është njeri i Po mirë. për ne. Po për ne. Ka magji që i bën kjo ai Shërben këtij vendi, thot Luca. Së pari Shërbeni aty. Se pari sigurisht gjithmonë, po gjithë vetë Vetë tani dhe i Shërbeni, ja për shembull Brazerit thot ky Shërbeni, varet, këti nuk i shërben shumë. Atyre 10-15 vjetave që janë, atyre shërben shumë magjit e këti. Ato që të përmendëm me në e kaluar. Kështu është ky tani. Atëre magjistare dhe, e? Magjistar. I madh shumë. Më i madh i magjistar në botë. Për këtë Oratori, shkoj. Kalon dhe të gjithë magjistricat. Njeri thashë në studio. Ua, i thashë unë. Ishe të 24 atyro. Si Vera Grabocka, magji, kështu, jo, një tip të tillë thash. Ti qenë ke si Vera Grabocka mashkull. Që kur i jetë... Ja, Vera nuk të shkite e burë. Po pra, po i jetë... I Vera jetë nuk të shkite, Vera është, do i shkoj deri në fund Po jos. pra, edhe ky. Pa ky Ua, si tjetër. më thetha. U kënaq mu. Si më thetha, si Vera Grabocka. Tash i tha, të vazhdojmë me një personazh tjetër të PD-s, se kështu me radhë kemi. Flamur Noka. Muri është gjigant dhe se nuk i kupton gjërat. E mbyllim. Pa është rat. E, Sa rat është? Oh, Si që janë rat këta qeveritarët e Ramës. je i madh. Ma? Elisa Spiropali. Tani me përmasat që ka i të Elisa Spiropali, si Elena e Arbëris. Elena Trojës. Jo, Troja, se Troja ka qenë tjetër grua, është ajo. Po kjo është Elenë tjetër e Arbërisë, djetë pamshme goxha. edhe mënyra si paraqitet që ke pata Mënyra mos si paraqitet, si vitet që antike. Elena Armënore. Apo Teuta. Ja, nuk Teuta se ishte. ku po filloj luftën tani, Po. që thonë do filloj një luftën, mund të duket edhe si Teuta. Edhe si Teuta. Por nuk e dim, akoma. Nuk e dim. Teuta duhet të ketë grada tjera, ka grada tjera Teuta. I modhi. Ja, u dash teftarake. Po Gasparri. Gastori madhësh. Gastori, dhe me thënë me atë që gjitha që ben, me ashpërsinë e të gjithë, ndjell gas. Është i madh. Është i madh. Gastori. Është i madh. Është i madh. Është i madh. Ta mund, aq i ashpër sa që do të Është i qeshësh. madh. Po plet Vezio. Ka shumë fjallë. Nuk ka vetëm një. Mund ta përcaktosh. Ka njerëz që nuk përcaktojnë dot me një fjalë. Vride mendën. Se vraz dot.
Nuk I gjej dot, se ka disa fjalë. Është e vështirë shumë ta gjesh për Ferziun. Qipeka. Kush është kë? Qipeka. Nuk e njoh. Tashi, do të pyes edhe për një mikun tim që unë e du fort, me këtë du më e bëj. Po do ma përcaktosh me fjalë. Taulan Balla. I sakrifikuari. Sakrifikon gjithmonë. Dhe ai e di, nuk merr detyra të rëndësishme gjë, dhe ai e di, e bën këtë sakrificë me devotshmëri të madhe, dhe ai nuk I jep. Janë disa të tillë aty, edhe Klosi për shembull nuk I. Në fakt që ti verë, se këta janë njerëz të rëndësishëm në partisë, në vend të atyre që thamë. Ore ma thuj me fjalë. Në vend të Me fjalë, si e për nga tolë. Ore me fjalë. I sakrifikuar. Okej. Atëre, Harrove një emër. po këtë harrova, më vjen zor me përmend se ma kishin shkruajt 8 këtu, që të them unë Erion Velin, po më vjen zor se unë e kam dashur. Si të vjen zor. Pa e kam dashur fort Erion. Në ja ylle. Qof mira. Jo, po s'to themi që të keqem. Vjen zor Erion. Kinezi më I madh, edhe pse kam qenë në Kinë, disa herë kinezi më I madh që kam njohur ky. Nuk e shon njeri më, atë të mos I shajnë. Kinezi më I madh që kam njohur në jetën time. Si punëtor, po? Pavarësisht gjonave tjera që Bjerë Tirana, po të ishte Veliu nuk do binte. më rregull, pra? Nuk e shon njeri këtë më, nuk e shajnë. Tash ju dhe keni mo gjithë ka thonë qytetar. Për shkak të kinezerisë unë nuk e kam dashur. Jam dakord, por ama Tiranën e ka pasur. Po mirë, si kinez. Por kam dhe një rregull. Si megjithëse Për njerëzit të cilët janë në gjendje dileme kështu, tash kufizojnë shumë. megjithëse hym te Erioni, si kanë këtë punë zesha me hy, por më the kinez. Kinez si quhen laj apo si lejfeni? Lejfeni dhe e kalon Lejfenin në 1 milion eurë. Lejfeni zero para ti. O Erion, mos ta gjyko vlla, inshallah. Nuk është njeri keq. Je I qet atje ku je dhe zgjidh kaosin Ore, Tirana ishte pak. Po ky I poshtë. Gjera ti kishte në dorë ai. I bënte më, se kishte gjera I s'kishte në dorë fare. Po të paktën paq timin në Tiranë edhe paq. Miqtë e mi, për me bo bised me ata pak burrat menshëm që janë në Shqipëri, është fati madh. Mos se 2 herë do ta dëgjoj ai do na jap deklarat. Dhe Bajrami aman. Dhe unë me këtë burr gjithmonë kam Tani iknasi jemi shumë të te madhe studio ime. kur flet. Pas të Do na ndiqni te studio e Zotnis për të bërë një në vapën më të madhe Po do ta bëjmë në zhek. Korikut ose të Bushtit. Do bëjmë. Zhek Që t'ju freskojmë juve kur t'jeni në plazh. Në zhek të madh do ta bëjmë. Shumë faleminderit që gjete Edhe unë të falenderoj shumë me sepse ne. ishte një bisedë shumë e hapur dhe unë ndihem mirë kur biseda është fare e çliruar. Mund të thonë tani do dalin disa nga inati që shojnë do ty si në kafene. Unë do të falenderoj dhe për gjë tjetër, që si ma disiplinove këtë kanet urë. Disciplinuar është. Më njëri Si ma disiplinum. disiplinove Më I disiplinum se jo më nuk ka, se unë varet që kam përballë. A kishe vend nga aktorët aty? Ndër Klusën e kishe vend të dytin. Të parin kishe vend atë Amerikanin, të famshmin. Se I pash poshtë. James Dean. Jo, Marlon Brandon. Jo, burr. Al Pacino. Al Pacino, po. parin. Al Pacino. Pastaj të dytin. Ej, pe te kinemoja, po. Te kinemaja, Al Pacino. Po ndrekën mund ta kalojnë edhe të parin. Ka qenë te Jo sepse ishte. Nuk ka pas. Pa është babaj. Nuk ka pas njeri se ky plastikën që ka pas ai njeri. Se për shembull ka njerëz që luajnë një rol. Rolin negativ, rolin pozitiv. Po, atë luajtë rolin e mjekut, rolin e katunarit, rolin e cubit, rolin e banditit. Dhe ti jeti madh Al Pacino. Nikjo, baba ka pas një gjë. Pastaj kishte renditur tjerë. Baba ka pas një gjë që Sa të prosin e këta. kam trashëgu. Dhe trashëgimia më e madhe që më kalon baba, veç asaj që unë e përmend shpesh fytyra, ka qenë thjeshtësia ti. Dhe unë kam bë punën diplomës yll, e kam bë. Madhështia e thjeshtësisë. Unë kam njohur shumë Dhe unë jam munduar domethënë duke sigur e trashëgoja thjeshtësinë e babës. Dhe mos harroni miqtë e mi, bëni subscribe në kanalin Gjergj Luca Rozafa. Yll, mos harro ta bësh, ha? Po çka vdekur e punë.